Ja ku rikthehemi në studio, gati për të folur për një temë që personalisht e kam shumë për zemër. Këtë të shtunë në 22 nëntor, shënojmë një nga datat më të rëndësishme të historisë sonë kulturore, është dita e alfabetit të gjuhës shqipe, vendosur 117 vite më parë në Kongresin e Manastirit, aty ku mes 14 dhe 22 nëntorit 1908 personalitetet më të shquara të jetës intelektuale shqiptare u mblodhën për t'i dhënë gjuhës një alfabet të vetëm. Është një akt që shënoi një kthes në identitetin ton, në arsim, në kulturë dhe në zhvillimin e gjuhës shqipe. Por teksa kthehemi pas për të nderuar këtë moment uniteti, vendosmërie, por edhe vizioni për hir të vërtetës, sot jemi të detyruar të përballemi edhe me realitetin e sistemit arsimor, i cili duket se ka humbur shumë nga ai frymëzim i 1908-s. Rezultatet e PISA 2025, ku Shqipëria renditet në vendin e 69 nga 80 shtete, janë jo vetëm shqetësuese, por edhe një thirrje e fortë për reflektim. Ato na tregojnë se ku ndodhemi, një sistem ndoshta i ngarkuar më shumë me dokumente dhe kush ka punonjës të arsimit në familje, që personalisht kam, e kupton më së miri këtë që po them. Pse ndodh kjo? Pse ndodhemi këtu? Kush e mban përgjegjësinë? Ka aq shumë pyetje për cilat do doja të merrja ndonjë përgjigje sot, por jo vetëm, edhe për shumë çka tjetër. Kam kënaqësinë të kem sot në studio Teuta Toska, është gjuhëtare dhe profesore universitare në Departamentin e Gjuhësisë të Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan. Përshëndetje, profesores. Mirë se u gjej. Është kënaqësi në gjithmonë që do të kemi zëra të tillë për të thënë shumë çka dhe me rëndësi për më tepër. Do doja ta nisja pikërisht nga raporti PISA-s, por përpara se të shkoj këtu, ju vini direkt nga një vizitë që kishit në Burgun 313. Po. Si ishte? Ishte një takim i organizuar nga ata që merren me edukimin edhe me takimet kulturore në Burg me rastin e Kongresit Manastirit. Edhe ishte një takim i mirë. Domethënë për mua e rëndësishme është të kohë ta them historinë e Kongresit ashtu siç është, siç edhe ti the, nga 14 deri 22 ditë për ditë se çfarë ka ndodhur. Vendimet që u morën, se në fakt nuk është vendosur vetëm një alfabet, u vendosën dy në manastir. Por rrjedha e kohës pastaj përcaktoi alfabetin që ne përdorim sot. Pra ta tregojmë historinë si është dhe si mund të na tregojë ajo gjërat e rëndësishme për tashmen, se historia prandaj duhet njohur ashtu siç është vërtet, në mënyrë që të na tregojë se si duhet bëjmë me të tashmen. Dhe më bëri përshtypje të mirë në ato gjën që ti the dhe prezantimin që ti the, që çfarë kemi humbur gjatë kësaj kohe. Edhe kur krahason historinë e 1908-s me historinë e 2025-s, ajo që kemi humbur do të besoj është një humbje më e natyrshme, është idealizimi i gjuhës, në kuptimin që në 1908-ën gjuha ishte mjet për njësim kombëtar, njësim shpirtëror, njësim territorial. Në atë kohë shqiptarët ishin të ndarë, gegët, toskët, muslimanët, ortodoksët, katolikët, edhe ishte e vështirë ky njësimi shpirtëror për ta konsideruar që shqiptarët konsideroheshin si një etni që meritonte të ishte edhe komëve të brenda perandorisë osmane, dhe gjuha ishte vetëm mjet që e krijoi këtë. Ndoshta këtë kemi humbur sepse jemi në kohë të tjera, jemi në fillimet e shekullit 21 dhe tani përkundër krijimit të kombëve tani është bashkimi, domethënë pranimi në një komunitet më të madh siç është ai i Evropës. Edhe mundësisht që secili për nesh të jetë pjesë e qytetarisë botërore, atë jemi pjesë e këtij qytetarimit global, kështu që në këtë pikë dhe Shqipja duhet parë si pjesë e komunitetit të Evropës, edhe të fshatit global. Po. Që Umberto Eco e ka thënë shumë bukur. Përse jemi këtu? Për të ndalur tek raporti PISA-s. Çfarë nuk po shkon? Unë desha të them që përveç mëkateve që i kemi ne si sistem arsimor apo si shtet, mund të themi se ne jemi duke pësuar atë që po ndodh në gjithë botën. Ky globalizimi dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme që është teknologjizimi i komunikimit. Domethënë komunikimi këto kohë është pajisur me aq shumë mjete për ta përçuar atë, sa mjetet janë duke diktuar mënyrën se si gjuha përdoret. Le të mendojmë vetëm para kohësh, domethënë si para 50-60 vitesh, kur njerëzit nuk kishin as celular, televizori nuk ishte aq shumë i pranishëm në komunikim publik. Dhe njerëzit ishin më tepër duke komunikuar me njëri tjetrin me letra, me telegrame.
Pra, format e komunikimit me shkrim ishin fare të pakta, libri, letra, telegrami dhe kështu që edhe forma e shkruarit ishte ajo e krijuar me kujdes në 972 dhe që njerëzve u dukej mënyra më e mirë për ta ruajtur drejtshkrimin ashtu si ishte. Sepse dhe njerëzit kishin kohë kur shkruanin. Në kuptimin që kur shkruante dikush një letër, shkruante dikush një raport, ai kishte kohën e vet, sot nuk ka më njëri. As të shkruaj, para të lexoj. Dhe këtë po e pëson shoqëria. Shumë fishimi i formave, aplikacioneve për komunikim. Sot njerëzit ti e di shkruajnë më tepër se sa flasin me njëri tjetrin, por shkruajnë me ritmin e të folurit dhe për këtë arsye gjuha e shkruar do të gjymtohet. Nuk dëgjojmë. Kemi një vezë që duket se po theksohet gjithnjë më Nuk shumë. lexojmë Dhe nuk dëgjojmë njëri tjetrin. Po. Shpejtësia është rendi. A ka humbur respekti, sidomos i të rinjve që janë ende në arsim. A ka humbur respekti për gjuhën? Jo, nuk besoj se ka humbur respekti për gjuhën, sa kohë që ndoshta ka humbur autoriteti shqipes, sepse të rinjt janë të shkëlqyer në mësimin e gjuhëve, e mësojnë anglishtën shumë mirë. Dhe unë mendoj që edhe shqipen ata e zotrojnë mirë, më kupton? Pra ata janë shumë të mirë në njohjen e gjuhëve. Ne jemi një popull në shqiptar që njohim gjuhët shumë mirë. Domethënë kryeministra Meloni ishte çuditur që të gjithë ministrat flisnin rrjedhshëm italisht, por shqiptarët nuk flasin vetëm rrjedhshëm italisht. Ministrat tanë njohin shumë mirë dhe anglishtën. Në mos flasin shumë mirë dhe frëngjishtën. Pra ne jemi një popull multilingual, mund të themi, ose kemi një zotësi për mësimin e gjuhëve. Nuk e di, nuk e kam studiuar nga na vjen kjo zotësi, dhe nuk e kam vëre popujve të tjerë, për shembull, nuk e kam dalluar në Itali që italianët janë ndoshta kulturat e fuqishme, si për shembull gjermanët, italianët janë më krenarë në gjuhën e tyre, po. Francezët janë shumë fanatik. Dhe nuk kanë nevojë të mësojnë gjuhë të tjera, por popull si ne, që kemi nevojë për ato që ndodh në kultura të tjera, për ta përqafuar më një herë zhvillimin, jemi shumë të hapur me gjuhët e fqinjve, dhe kjo na bën që jemi shumë të zotë. Pra, unë them se të rinjt tan e njohin shumë mirë, domethënë anglishtën njohin shumë mirë gjuhët. Çështja është pastaj që çfarë autoriteti ka shqipja në këtë mes. Cili është meraku juaj për studentët ose ju jeni në kontakt me ta? Cili është meraku juaj më i madh që je e luhatur tek kontakti që ata kanë me gjuhën? Unë duke ditur që aftësia për përdorim është ajo që është, domethënë ata i kanë. Për mua i vetmi problem është kujdesi që duhet të kenë. Dhe jo vetëm studentët, të gjithë shoqëria shqiptare. Domethënë ajo që na ka dalluar ne para 90-s dhe pas 90-s është kujdesi, thashë, dhe çështja e përgjegjësisë që ne marrim kur shkruajmë. Se nëse dikush ka kujdes në atë që shkruan në shqipe, do të shkruajë një shqipe të mirë, por nëse ti je kujdesur, nëse ti nuk e pyet veten ose nuk ke dëshirë të shkruash një tekst me rregulla ashtu si duhet, atëherë do të prodhosh një tekst me shumë gabime. Dhe ky është shqetësimi im, pra që ne të kemi kujdes, të kemi interes pra për diçka ashtu siç kemi ne interes kur takojmë dikë të vishemi mirë. Edhe për ta përdorur gjuhën, domethënë është e njëjta gjë. Pra, ata nuk e kanë shijuar, them unë, kënaqësinë që jep të shprehurit mirë në shqip. Unë e dalloj që kur shprehem mirë në shqip, njerëzit janë më të vëmendshëm, njerëzit kanë më shumë kujdes për të dëgjuar. Kur unë flas më ngadalë dhe zgjedh fjalën më mirë, po ta zgjedhësh fjalën më mirë sigurisht ti duhet të studiosh, duhet të lexosh një shqipe të shkruar mirë në letërsi shqipe për shembull. Prandaj them, por e them që është çështje e kujdesit, domethënë ndoshta për shkak të shkollimit, unë kur fillova universitetin, unë doja të mësoja shqipe në kuptimin fjalë të reja. Doja të mësoja një shqipe të mirë, doja ta përmirësoja shumë, të zgjerohesha. Dhe kjo më bënte që të kërkoja, pastaj puna me librin, me shkrimin, me redaktimin bëri që sigurisht ta përmirësoj veten. Shqipja është profesioni im, është vërtet, por si unë mund të them se kam edhe njerëz të tjerë, kam një shoqen time që është profesore në lëndët e juridikut, dhe ajo ka pa aq dëshirë dhe për ta folur shqipen, dhe të tjerë shoqe dhe shokë të mi të cilët kanë një dëshirë të madhe për ta shkruar shqipen ashtu si duhet. Por nuk e dalloj këtë në klasë ndonjëherë, ose mund të jenë të pakt studentët që a komunikon me ta në këto grupet e WhatsApp? Çfarë dikton atë? Grupet e WhatsAppit janë një llaftari vërtet, domethënë për ne pedagogët. Domethënë që hym në ato grupe, sepse ky është problemi, domethënë ndoshta ai kuptoni. Po, patjetër që po, sepse shiko, unë jam duke studiuar këtë mënyrën e komunikimit të gjeneratës Z, që quhet. Sepse unë besoj që këtu gjua e shkruar përdoret me një lirshmëri të madhe, të jashtëzakonshme, dhe
aty ku është liria, aty gjuha tregon pikërisht ligjësitë e veta. Domethënë se gjuha është një sistem që ka ligjet e veta dhe si thua ajo na dikton ne si ta përdorim. Dhe pikërisht nuk kemi ne që e diktojmë këtë mënyrën e të shkruarit, edhe mënyrën e të folurit. Dhe pikërisht ky është interesi im si gjuhëtare, si studiuese. Pra, aq shumë mua nuk më intereson të them të rinjve në klasë, shkruaj kështu dhe mos e shkruaj, sepse ai e di. Ma kupton? Mua tani më intereson të kuptoj ku po shkon kjo mënyrë të shkruarit. Patjetër, në orët e mia të drejtshkrimit do t'i them, edhe kurimit e grupeve të WhatsAppit, meqense tani jemi duke studiuar shqipen e drejtshkrimit të 972-shit të standardit, duhet shkruaj mirë etj, por ajo që më bën përshtypje është që tani ata mendojnë që grupet e WhatsAppit janë për një të shkruar jo formal. Po. Dhe kur ata do të shkruajnë, dhe kur ata do të shkruajnë ndoshta letra, do të shkruajnë raport, ese, zgjedhin një mënyrë tjetër për të shkruar. Dhe këtë duhet ta kuptojmë të parët ne studiuesit. Pra që ka filluar një, siç ka pasur të folurit të regjistra të ndryshëm, ka dhe të shkruarit tani regjistra të ndryshëm, mund të themi, mënyra të ndryshme për të shkruar, pikërisht të diktuara nga ato që unë thash, aplikacionet, mënyra të ndryshme, format e ndryshme për komunikim. Apo flitet sot sa duhet për gjuhën shqipe? Në sa po është në transformim me gjithë këto ndërhyrje që bëhen. Ne sa po mbyllëm panajirin e librit, besoj. Dhe sa më shumë e viziton panajirin e librit, aq më shumë bindesh që shqipja është në periudhën e vet më të mirë. Domethënë botohet edhe përkthehet aq shumë në shqipe. Po te përkthimi si jemi, profesorisht Uta? Ka përkthyes të jashtëzakonshëm. Ka qenë në krizë në mos gaboj para disa vitesh përkthimi. Është një ligjësi e natyrës, që sa më shumë rritet sasia, aq më shumë bie cilësia. Por desha të them nga ana tjetër që sa më shumë është një ligj tjetër pastaj që sa më shumë shtohet sasia, aq më shumë rritet edhe përpjekja për të pasur cilësi. Unë mund të them se ka përkthyes të jashtëzakonshëm në shqipe. Domethënë një pjesë e shkrimtarëve përkthehen në mënyra të mrekullueshme. Për shembull Bashkim Shehu është një shkrimtar i mrekullueshëm, përkthen në mënyrë të mrekullueshme. Romeo Çollaku është një shkrimtar i mrekullueshëm, përkthen në mënyrë të mrekullueshme. Madje ndonjëherë unë trishtohem se them që këta shkrimtarë të mrekullueshëm duhet të paguhen nga shteti në mënyrë që këta të shkruajnë letërsi shqipe dhe jo të përkthejnë. Sepse shoqëria jon pasurohet nga letërsia e tyre. Agron Tufa gjithashtu. Domethënë një shkrimtar i mrekullueshëm dhe një përkthyes i mrekullueshëm. Kësaj radhe dëgjova për shembull që ai ka përkthyer Dostojevskën në shqip. Dhe është një ngjarje që do të thotë se këta shkrimtarë janë duke pasuruar shqipen tonë në mënyra nga më të bukurat. Pra, më kupton, kjo panoramë është një panoramë shumë e mirë për shqipen. Nuk kemi qenë kështu përpara 30 apo 40 viteve. Domethënë është gjuha një populli të vogël me një lëvrim të gjuhës. Kështu që kjo nuk duhet na trënd. Nuk do të na trem madje as ajo që njerëzit thonë apo deformimi në të shkruar etj. Sepse ti vetë ndjen atë dëshirën për të pasur një shkrim të bukur. Dhe këta të rinj do vi një moment në të 30-tat që edhe këta do ta dëshirojnë për të pasur këtë shkrimin e bukur. Kështu që ne që merremi me këtë punë dhe shkrimtarët që merren me këtë punë duhet të jenë gjithmonë gati për t'u ofruar lexuesve atë më të mirën e shqipes, shkrimin më të mirë dhe ligjërimin më të mirë gojor. Kështu që Shqipja po pasurohet. Shqipja është i vetmi realitet jetë gjatë i kombit. Domethënë, po e vërtet. Kështu që asgjë nuk e gjen. Mos kemi shqetësime në këtë pikë. Për mua është plot gjallëri. Okej. Shumë e bukur kjo ta dëgjojmë. Ka edhe autore të reja shqiptare që jetojnë dhe punojnë në Europë dhe që kanë shkruar dhe i pam edhe në panajirin e librit, ishin disa emra. Edhe ky është një realitet i mrekullueshëm. I mrekullueshëm që shkruajnë në shqip edhe pse jetojnë dhe punojnë. Lea Ypi, ajo shkruan letërsi dhe pastaj shkruan edhe në shqip pastaj, domethënë veprat e saj ose autorët e tjerë të përkthyera ndjes që nuk i mbajnë mend emrat, po Ornela Vorpsi është një prej tyre, një autore e re që shkruan në shqip edhe pse jeton jashtë vendit. Dhe kjo do të thotë që domethënë janë jo vetëm vajza, gra, shkrimtarë, të cilët janë rritur, janë formuar, janë shkolluar në Shqipëri dhe tani e zhvillojnë aktivitetin e tyre kulturor, por ka dhe fëmijë të cilët kanë lindur në familje shqiptare në emigracion dhe ata janë shkolluar në sistemin shkollor të vendit ku po jetojnë tani dhe që shkruajnë atë letërsi dhe po përkthehen në shqip. Unë them se ajo letërsi shqipe është në një farë mënyrë e botës shqiptare. Po, botimet për fëmijë, sa të pasura janë, ashtu siç
kemi shumë materiale në YouTube që i mbajnë të lidhur non-stop pas tyre në anglisht, sepse ka shumë fëmijë, besoj e keni hasur këtë edhe në rrethin tuaj të miqve ndoshta që janë disa fëmijë nga koha e tepërt në smartphone të tyre mësojnë më parë anglishtën nëpërmjet YouTube-it se sa shqipen. Çfarë duhet ju a kemi tekste, këngësh, filmash apo prallash që duhet ja u ofrojmë këtyre fëmijëve si ushqim në një farë mënyre? Shumë faleminderit për këtë pyetje, sepse domethënë kjo është një nga ato gjëra që mua më shqetëson. Domethënë jo aq shqipja se sa shqiptarët. Domethënë dhe komunikimi i shqiptarëve. Dje dëgjova një intervistë të një aktori, shpresoj që shumë që s'po ka Genci Kame, po, duket se ai është, dhe tha një gjë shumë të bukur dje që unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Ai tha që televizionet, shteti duhet të diktojë programacionin televiziv të filmave artistik, siç ka në shumë shtete të rëndësishme, dhe që thotë që prodhimi artistik i filmave, i telefilmave, duhet të ketë një përqindje të zënë nga filmat e huaj dhe një përqindje nga kinematografia shqiptare. Dhe unë dje më në fund kuptova se si shpjegohet që stacionet italiane, stacionet gjermane kanë vazhdimisht telefilma, pa folur të stacionet turke, prodhim kinematografik në gjuhën e Itali, po. Ndërkohë që stacionet tona televizive më të televizioneve kombëtare transmetojnë vazhdimisht telefilma, filma, art në gjuhë huaj. Pafund. Kjo do të thotë, po filmat pastaj për fëmijë. Domethënë patjetër që ka filma, telefilma, filma vizatimor të përkthyera në shqip. Për shembull, para dite në mëngjes unë shikoj që një pjesë e madhe e stacioneve kombëtare i kanë telefilma të përkthyer në shqip për fëmijët. Mirë, po problemi është se sa fëmijë shohin ata, sa e bëjnë batutën atij filmi, pjesë të tyre, sepse unë i dalloj fëmijët që komunikojnë me njëri tjetrin në anglisht. Po shumë. Domethënë ti del në rrugë, në lagje ose shkon në vende ku fëmijët luajnë dhe unë dalloj fëmijët që komunikojnë me njëri tjetrin në anglisht. Çfarë më thotë kjo mua? Problemi i shkollës? Jo. Këtu nuk është problemi fare i shkollës, ata. Këtu është problemi i kulturës shqiptare, e cila nuk prodhon më filma shumë të mirë për fëmijët në shqip, libra shumë, domethënë libra prodhon, por nuk prodhon art, filma, teatr, pra aktivitet kulturor. Edhe gjitha kjo ta pasuroj fëmijën. Unë për shembull, kam thënë një herë diku, po të kisha qenë Ministri i Arsimit, do kisha parashikuar një fond për krijimin video lojrash në shqip. Sepse ose do bëja një studim si e kalojnë fëmijët kohën e lirë, fëmijët që janë 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç, ose ato 4 vjeçar, 3 vjeç, çfarë shohin më shumë, me çfarë komunikojnë më shumë. Dhe nëse po, atëherë do të investojmë pikërisht këtu, pra që shqipja të jetë gjuhë e tyre e komunikimit. Pse për të ruajtur shqipen? Jo, e them me plot bindje, sepse shqipja nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Sepse në shqipe po botohet, siç të thash, po përkthehet, po bëhen fjalor. Çështja e komunikimit të këtyre njerëzve shqiptarëve, sepse unë si shqiptare kam nevojë që në gjuhën time amtare të shprehem sa më mirë, në mënyrën sa më të pasur. Pse? Sepse ajo është gjuha me cilën unë shpreh emocionet e ndjenjat e mia. Mendimet e mia unë i lexoj nga librat dhe kam lexuar psikologë që thonë, ne mendimet nuk i kemi tonat, ajo që është pjesa jonë më e vërtetë janë ndjenjat dhe emocionet tona. Po. Mendimet unë i kam marrë nga Ada, nga profesorët e mi, nga librat që kam lexuar dhe unë kam riformatuar, po. Por emocionet janë të mia, po me çfarë i shpreh unë këto? Dhe emocionet e gjithë kjo botë e mjegull që gurgullon brenda nesh del vetëm në gjuhën amtare. Dhe po mund të dalë edhe në anglisht. Jo, por ti nuk e shpreh dhe nuk e çliron dot shpirtin në atë mënyrë. Pra, këtyre fëmijëve në klasën 6, 7, 8, domethënë kur janë 6, 7, 8, 9 vjeç, ti duhet t'i japësh një shqipe sa më të mirë, që të shpreh sa më mirë vetveten. Pra jo ti bësh ti fëmijët me 2 kode, gjysma. Dhe desha të përmend sërish Agron Tufën në këtë mes. Ai para disa ditë shkruante në një status në Facebook që ju lutem përdorni fjalën i përsosur dhe jo perfeksionizëm, por fjalën përsosmëri, sepse kështu është më bukur shqipja etj. Dhe dikush nga poshtë në komente i shkruante dhe thoshte po të rinj po flasin anglisht. Shumë mirë i tha, le të flasin anglisht, por ta flasin mirë. Më kupton ku? Anglisht nuk e flasin mirë. Kjo pra është çështja. Ore flisni çfarë të doni, veç fliteni mirë. Pra edhe shqipen fliteni mirë. Por edhe anglishtën pra kupton pra ne themi që nuk është çështja e gjuhës, edhe kjo vërtet më bëri të mendoj për atë që tha shkrimtari. Pra nuk është çështja e gjuhës, pra nuk është gjuha që rrezikohet. Është mënyra si komunikojnë shqiptarët që është në rrezik. Po, dhe media. Është ajo e cunguar. Media ka një rol shumë të rëndësishëm këtu, ka një presion në një farë mënyre
sidomos tek fëmijët apo jo? Prandaj ajo zgjidhje që unë dëgjova dje për mua është një zgjidhje optimale. Pra një shtet duhet të kujdeset për gjuhën e vet patjetër, sepse është gjuha zyrtare, dhe për shëndetin gjuhësor, mund të themi si shëndet mendor, shëndetin gjuhësor të fëmijëve vet. Pra investo tek kinematografia, tek arti, tek teatri, tek këngët e mira në shqipe. Nuk kanë tekst këngët në shqip. Po, nuk kanë dhe tekst. pastaj u ofroja këtë nxënësve, fëmijëve, të rinjve, të rejave dhe do të shikosh pastaj. Edhe mund të them pastaj që pra shkolla nuk mund të lihet vetëm. Pra të marrim shkollën tani dhe të fillojmë të gjuajmë, ta vëmë me shpatullla pasmuri, Jo, edhe gjuha nuk mund të lihet vetëm, sepse gjuha, gjuha i ka të gjitha mjetet, përdorini. Dhe përdorini ashtu si duhet. E vërtet. Dhe besoj që familja ka një rol të jashtëzakonshëm tek fëmijët, që tek komunikimi ndoshta edhe duke gatuar diçka, duke ja u thënë çdo produkt emrin e tyre. Absolutisht është baza për çdo leximi i librave. Leximi i librave, po patjetër. Pavarësisht që kur fëmijët janë të vegjël, po që kur fëmijët janë të vegjël, domethënë shkenca tregon që fëmia e ndjen zërin e nënës edhe të emocionit të nënës që kur fëmia është ende duke u ngjizur në kuptimin në ato fazat e para të embrionit, të krijimit të embrionit, domethënë gjëja që ai kupton më njëherë zërin nënës edhe mënyra se si ajo pastaj kur lind që në ditët e para si i flet, çfarë i flet, pastaj sigurisht leximi, bota që i hapet ndërsa lexon me nënën, ndërsa lexon me babain. Pra leximi dhe komunikimi, fjala është ajo që na zhvillon ne. Domethënë ndonjëherë unë i them studentëve në klasë, nuk ka asnjë mjet tjetër për ta njohur botën edhe të vërtetën mbi botën përveç gjuhës. Kështu që ne bëhemi përmes gjuhës dhe kështu që nëse fëmijët duhet të bëhen, njerëz bëhen vetëm përmes gjuhës. Tani, do doja të ndalesha pak tek një problem tjetër që janë tekstet e gjuhës shqipe. A ka ardhur koha ndoshta për të shfuqizuar këto alter tekstet që janë futur vitet e fundit? Besoj që të gjithë njohim tashmë vendimin patriotik që të kemi një abetare, mbarkombëtare. Në këtë nëntor, besoj në 21 ose 22 nëntor edhe në Maqedoni po diskutohet ose do vendoset, do marret vendimi që të mund të përdoret edhe në Maqedoni abetarja tashmë që po përdoret në Kosovë dhe në Shqipëri. Unë besoj që edhe tashmë në Malzi ka shkolla që po e përdorin gjërësisht atë, që do thotë se shkrimi i shqipes, veçanërisht në fazat e fillores, unë them se nuk ka nevojë për alter tekste deri në klasë të 5, pra. Sepse lënda gjuhësore, tekstet gjuhësore, domethënë tekstet letrare, po ato janë, edhe metodologjia. Unë besoj që sepse kjo i dallon tekstet. Lënda letrare që do të përdoret, tekstet e leximit dhe metodologjia e përdorur, qoftë në abetare, qoftë në lexim, qoftë në pedagogjinë, didaktikën e shpjegimit të koncepteve gjuhësore. Unë besoj që aty nuk është se ka ndonjë rol të madh, nuk është se ka ndonjë shkencë të madhe, kështu që unë them se nuk mund të them si Teut që duhen hequr. Mendoj që ka disa në thonjë zafaje dhe mëkate kjo çështja e alter tekstit që është kthyer shiko një rregull drejt shkrimi dhe ata ne e dim këtë gjë. Çështja është që është kthyer në një biznes kjo punë. Okej. Jo gjithmonë konkuron cilësia, konkurojnë shtëpi të fuqishme botuese. Domethënë mund të kemi një autor shumë të mirë që konkuron me një shtëpi botuese fare të panjohur, dhe ai libër nuk do të shpërndahet gjithësisht. Pra, nuk kupton ku është çështja. Çështja e tek botuesi dhe tani konkurohet me shtëpi botuese. Kështu që në këtë pikë unë them që ne jemi një shtet shumë i vogël, edhe vendimet më të mëdha në lidhje me gjuhën kanë qenë vendime të politikës shtetërore. Kështu që edhe nëse duam që gjërat do të përmirësohen, unë them se sërish ndërhyrja e politikës, pra duhen politika. Dhe njerëzit e thonë vazhdimisht, domethënë duhet të ketë domethënë një palë tekste me një palë studiuesish që edhe metodistësh deri në klasë 5, dhe unë shpresoj që ministria, nuk e di, do ta marrë këtë vendim që deri në klasë 5 paktën të jenë tekstet përbashkëta Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Tani jam kurioze të di këto testet kualifikuese për mësuesit. Unë kam në familjen time 2 mësuese. Testet që bëhen për kualifikuese që bëhen. Çfarë roli kanë? A ndihmojnë ato?
Unë di që mësuesit që bëhen gati, mësuesit e mirë që bëhen gati për të marrë këto vjetërsi, se këto më duket janë për këto testet e ke fjalën. Ka disa provime, se provime shtetërore në cilët kalon një mësues. Për shembull, është provimi i parë që quhet ai provimi i licencës. Jo, e kam fjalën për mësuesit me përvojë, mësuesit me përvojë që bëjnë disa teste kualifikuese pas 10 vitesh. Unë di që mësuesit e mirë bëhen gati për atë provim. Okej. Që do të thotë bësh gati për atë provim, do të thotë që ti po përgatitesh, po rilexon, po është e pritshme që mësuesi në klasë është vazhdimisht duke u përmirësuar në aftësitë e tij, sepse ai është duke punuar me tekstin edhe me librin. Nga ana tjetër, mësuesi ka vazhdimisht nevojë për aftësim, dhe këto kohë ai ka nevojë për aftësim teknologjik, sepse teknologjia është duke përparuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe unë kam student që janë mësues në programet master dhe doktorat që kemi në Universitetin e Elbasanit, e kemi mësues tashmë, të cilët janë her pas here të papërgatitur, gjenden ose nuk mund të them papërgatitur, të zien ngushtë, mund të them është fjala më nga realitetet e reja me cilën nxënësit janë duke punuar në klasë. Miku i paftuar që them unë ChatGPT-ja, për të cilën duhet kemi patjetër një reagim si shoqëri nga pikpamja kulturore e Ministri i Arsimit. I pyet shpesh të mësuesit, nëse një nxënës të vjen në klasë me një detyrë të bërë nga ChatGPT, e quan kopje? E quan kopje, më thonë që jo. Sepse nuk kanë asnjë udhëzim. Dhe për mua i duhet jetë kopje. Pra, që këtu ne jemi pak mbrapa, besoj në këtë. Unë kam përshtypjen jo vetëm ne, në fakt gjithë shoqëria është mbrapa, sepse teknologjia po përparon jashtëzakonisht. Pra, mësuesi ka nevojë të aftësohet për të kthyer te çështja e mësuesit dhe për këtë arsye ka nevojë të testohet, por gjatë kësaj kohe ka nevojë që të kualifikohet. Se po përdor fjalë të huaja. Dhe besoj këtë dëgjuar që Ministria e Arsimit pas shumë rezultateve të dobta të nxënësve shqiptar në këtë testimin ndërkombëtar të PISA-s, ka vendosur që të kualifikojë në mënyrë, le të themi, të centralizuar tashmë të gjithë mësuesit me pikësynim përmirësimin e mësimdhënies në klasë për të arritur rezultate më të mira në këtë konkursin ndërkombëtar, testimin ndërkombëtar të PISA-s. Kështu që po kualifikohen që të gjithë mësuesit në universitetet tashmë. Okej. Po me dialektet, si mund t'i ruajmë ato pa ndërhyrë tek gjuha letrare? Si mund t'i ruajmë dhe sa po ruhen me këtë brezin e sotëm? Shumë pyetje mirë dhe kjo, sepse dialektet janë një nga pasuritë më të mëdha të gjuhës, patjetër. Ne që merremi me gjuhë si kështu i konsiderojmë. Statusi i dialektit në kuptimin raporti i tij me standardin, me gjuhën zyrtare, gjuhën e komunikimit masiv ka ndryshuar. Në momentin që Shqipja u standardizua, jemi duke folur për 972 ose harkun nga 1967 deri në 973, kur u botuan edhe 2 dokumentet apo 3 dokumentet më të rëndësishme të standardizimit, që ishte fillimisht projekti i rregullat të drejtshkrimit në vitin 1967, pastaj kongresi i drejtshkrimit në vitin 1972, ku u miratuan rregullat të drejtshkrimit, dhe në 1973 ku u botuan edhe rregullat edhe u shpërndan masivisht edhe u bën le të themi rregull, imperativ, udhëzim, urdhër për çdo institucion shkollor, gazetë, shtëpi votuese etj. Në atë moment dialekti ishte lumi që furnizonte shqipen standarde. Baza dialektore konsiderohet tërësia fjalëve, leksiku pra që furnizoi shqipen standarde, që deri në atë kohë mund të themi kishte marrë nga 2 dialektet. Mirë, që nga momenti që standardi lindi, themi, që është një nga variantet e shqipes, edhe deri në ditën në cilën e po flasim, standardi ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Pra janë çdo të zhvillim i jashtëzakonshëm, janë krijuar fjalë në standard shumë. Pra, fjalëformimi është rritur në mënyrë, domethënë është zhvilluar jashtëzakonisht. Është shtresuar standardi me regjistra në kuptimin stili letërsitë artistike, stili administrativo-juridik, që është stili standardit, stili publicistik, që është po i standardit, gazetat, revistat, stili fetar, që është po i standardit, tekniko-shkencor, shkruhet shkenca, janë po të standardit. Pra, të gjitha këto stilet që unë të përmenda këtu nuk lëvrohen në dialekt. Lëvrohen në standard. Okej. Dhe nëse gjua zhvillohet nga lëvrimi i saj, dhe pyetja është, po standardi ku lëvrohet tani?
standardi ka mbetur dhe të gjitha këto që ti përmend regjistra janë të shkruara. A shkruan dialektet? Mund të themi se dikur janë shkruar, kanë ekzistuar dialektet, variantet letrare, fishta, mjeda, pastaj kemi pasur mitrushkutelin, lazgushin, konicën, Albania konicës për shembull dilten toskërisht, lezit frashëri, qiriazët shkruanin toskërisht gjithashtu, pra kjo toskërishte letrare e standardizuar, mund të themi edhe që ishte tekst deri mund të themi në 45-ën, 46-ën, deri madje edhe në 967-ën. Dhe pra këto forma, a shkruan më ende këto forma? Unë them se jo. Pra nuk shkruan më njëri këtë toskërishte. Po, e vërtet. Po për gegrishten. Gegrishtja ka një realitet shumë interesant tani. Për shembull, gegrishtja depërton këngë, besoj kemi dëgjuar që të gjithë, është shumë në modë tani. Në gegrisht shkruhet letërsi, nuk shkruan aq shumë letërsi toskërishte, edhe pse përkthehet në toskërisht. Për shembull, jo se përkthehet i gjithë tekstin toskërisht. Për shembull, kam lexuar vjet një roman të mrekullueshëm, Muzahares, e përkthyer nga Aida Baro, dhe shkrimtarja përdor her pas here dialekten, të folmen tekst. Dhe Aida kishte përdorur copa teksti në toskërishte. Por nuk shkruan më tekste në toskërisht, më kupton? Ai kuptoj. Rishkruhen, në kuptimin ribotohen, për shembull kam ribotuar Parashevin dhe Sevastin në toskërishte, po është toskërishtja e para 100 e ca viteve. Ndërsa gegnishtja po shkruhet. Shkruan Stefan Çepalikun në gegnisht, shkruan Ardian Dreca në gegnisht, shkruan Meritan Spahia. Dhe Meritan Spahia po përkthen Dante Alighieri'n në një gegnishte. Mirë, po ajo që bën përshtypje është që secili prej këtyre shkruan gegnishten e vet. Camaj lëvron një gegnishte të mrekullueshme, por askush nuk po e lëvron më. Lisandri Kola, për shembull, është një tjetër shkrimtar që lëvron gegnishten. Por problemi është që secili prej tyre po lëvron gegnishten e vet. Unë besoj që ata duhet të bëhen bashkë për të pasur një koine, quhet kjo. Domethënë një koine të gegnishtes. Kam frikë se nuk do të bëhet. Pra, ky është realiteti për cilën e po flasim. Po lëvrohet gegnishtja kryesisht në stilin letërsisë artistike. Mungon ligjërimi shkencor. Kam përshtypjen që Ndreca dhe Lisandri Kola po e lëvrojnë ligjërimin shkencor në gegnishte. Dhe ndërkohë thash standardi po zhvillohet, pra si thua standardi nuk pret më nga dialektet, më kupton çfarë më ke thënë? Standardi po zhvillohet vet. Është si themi një zonjë e madhe në të 40, në 50-ta, në 60-ta që nuk ka më nevojë më për dialektet, aq shumë. Sigurisht dialektet do të sjellin. Po. Domethënë, mund të ketë 1, 2, 3 fjalë, forma të tjera. Çështja është tani të mbjetojnë dialektet vet. Po, kjo do ishte e bukur, të mbjetojnë vet edhe të ruhen, po aq. Sigurisht në të mirë shqipe, sa jemi duke folur për shqipen. Patjetër. Dhe nga ana tjetër nuk duhet më huar që dhe standardi ndikon dialektet, Po të shikosh përdorimin e gegnishtës sot, dhe nëse duam bëjmë një statistikë të teksteve, mund të themi se 50%, 60% e tekstit të një të shkruar, do të një teksti në gegnisht është në standard. Pra mund të themi që nëse dikush do donte të standardizonte një gegnishte, duhet i rikthehet 100 viteve përpara. Domethënë si okay. Te Ndremjeda, te Ndocnikaj, tek shkrimtarë të asaj plejadet mrekullueshme. Tani personalisht për të parë te fishta, se mos na dëgjon njëri dhe thotë, pa harroj fishtën. Personalisht kontrolloj në internet, janë disa fjalorthe të bazuar në drejtshkrim, në mos gaboj, ku kontrolloj ndonjë fjalë që nuk e di si shkruhet, ose më saktë mos bëj gabim në atë fjalë. Veçanërisht kur shkruaj titujt e disa dokumentareve për turizmin që transmetojmë në Premium Channel. Por ajo çfarë vëre, edhe në media shumë të mëdhaja në vend, apo edhe nga autoritetet e shtetit, ministra, deputet, që tek toponimet çalojnë gjithmonë. Toponimet? Po, tek emrat e fshatave. Shumë mirë, emrat e vendeve. Emrat e vendeve. Çalojnë dhe si në shqiptim, ashtu edhe në përdorimin e c-s, ç-s, ës në mes, diçka e tillë. Si mund ta korrigjojmë këtë? Në vitin 1973 ose 74, në mos gaboj, është botuar fjalori drejtshkrimor. Pra me të miratuar rregullat e drejtshkrimit në 1972-shin, botohen rregullat, domethënë pas kongresit botohen rregullat dhe pastaj fjalori drejtshkrimor. Fjalori drejtshkrimor në fund ka një listë emrash, vendesh nga bota, pashtetesh, po dhe të Shqipërisë. Domethënë aty ju i keni të shkruara se si duhen shkruar.
Çështja është që gabimet janë përhapura në masë. Shumë. Për shembull, New York shkruhet me vizë në mes, sipas drejtshkrimit. Nuk e gjen asnjëherë me vizë. Asnjëherë. As në titujt e lajmeve në mediat më të mëdha në vend. Asnjëherë. Hong Kong gjithashtu duhet shkruar me vizë në mes. Labinot mal, labinot fush, me vizë në mes. Vetëm një rast të thjesht për t'ju treguar, domethënë se sa shumë është përhapur gabimi dhe se si përtithet edhe bëhet pjesë e gjuhës. Se si ndodh, ose Sicilia shkruhet me C. Me C. Edhe nuk shkruhet me Ç, por kur unë e them tani duket sikur jam duke bërë un gabim. Po e vërtet, se ne i themi Sicili. Dhe pra, le të themi ky është dokumenti, por domethënë ti Ada je e kujdesshme në kuptimin e kërkon ta dish ku është burimi dhe shkonte fjalori. Po të tjerët, jo. Dhe unë nuk u vë faj. A do të ketë një filtr, pra këtu dua të dal. Dhe unë nuk u vë faj, të them të drejtën, sepse ndoshta jemi ne gjuhëtarët vonuar. Pra ti shkon në internet sepse ke nevojë të gjesh shpejt edhe mirë. Ose i shkruaj një shoqes time që ka mbaruar gjuhësi dhe edhe shumë e mirë. Më vjen mirë, pra, se është më e pakta, domethënë që ajo shoqja e mirë duhet bëhet, domethënë të nxis vazhdimisht që ta shkruash shqipen, domethënë si duhet. Dhe nuk është shqip, është gjuha zyrtare, më kupton, është shqipja zyrtare, sepse shqipen ne shkruajmë shumë mirë dhe kur shkruajmë dialekt. Po. Kjo është ideja. Prandaj them, domethënë, dhe faleminderit që pyete për të çështjen, që fole për të çështjen e internetit, sepse ka mjete të mira në internet, domethënë ti gjen dhe fjalorin e vitit 1980. Okay. E gjen dhe fjalorin e vitit 2006, janë pirate, por janë të mira. Po ndërkohë Akademia e Shkencave po bëhet gati për të hedhur në qarkullim, në publik, fjalorin e madh të gjuhës shqipe, më të madhin që është publikuar deri tani. Konkretizohet kjo? Ne jemi në fazën, se dhe unë jam pjesë e grupit punës, ne jemi fazën që jemi duke bërë redaktimet e fundit, edhe besoj në nëntor ose deri në fund dhjetorit do jetë gati? Do të jetë i aksesueshëm. Okej. I përdorueshëm për publikun. Ndërsa për listat e toponimive, si mund të themi, po Akademia e Shkencave po punon, Lady Sham Kushkrelin, ndoshta besoj e ke dëgjuar. Ajo po është duke drejtuar një projekt për një fjalor të toponomastikës shqipes. Unë besoj që dhe ajo do të jetë në rrugë të mbar si punë dhe si projekt, për të pasur dhe një standardizim për shkrimin e emrave të vendeve, edhe pse unë them që fjalori vitit 1900, ai fjalori drejtshkrimor që të përmenda, duket e 74, shpresoj që s'jam e gabuar. Ka një listë të mirë dhe më së të kënaqshme për ato vende, për Shqipërinë po një herë, por ndoshta edhe për vendet ku njerëzit duan të udhtojnë, sepse domethënë ajo gjë që më ka bërë përshtypje në shkollimin tim kur kam qenë në 8 vjeçare ishte që në gjeografi ne kemi marr njoftime për të gjitha shtetet e botës. Dhe kishim dhe një lojë në atë kohë, shtetet edhe kryeqytetet. E mban mend? E mbaj mend shumë mirë. Se lozin mundohem t'ja u bëj fëmijëve të mirë pas here. Ka qenë një lojë fantastike. Po shtetet kishin që në hyrje të mësimit kishte sipërfaqen, popullsinë, kryeqytetin. Dhe një nga gjërat që më ka bërë përshtypje pas viteve 90 ishte se kishte shumë njerëz që të huaj që i kam njohur dhe që nuk kishin njohuri gjeografike, sepse sistemin e tyre të shkollimit nuk kishin pasur kaq shumë njohuri për gjeografinë botërore siç kemi pasur ne shqiptarët. Që do thotë pra studiusit e gjeografisë botërore përpara viteve 90, pra kanë bërë shumë kujdes për shqipërimin e tyre. Prandaj fjallori drejtshkrimor është një mënyrë shumë e mirë dhe një mjet shumë i mirë për ta këshilluar dhe për ta shkruar fjalën si duhet. Okej, ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që ju kisha në studio, profesorisht Uta, dhe do doja ta mbyllja me atë që e nisëm, sepse më the që lexohet më shumë në burg. Aha, po. Është e vërtetë? Dhe këtë unë e kisha ndjer, e kam lexuar tani një artikull në New York Times të një profesori universiteti që jepte filozofi dhe që ishte çuditur sepse ai në burg në Amerikë tha kam lexuar më të mirë të Aristotelit, të Nietzsches, Platonit. Edhe në burg lexohet sepse njerëzit atje kanë kohë për të lexuar, pra marrin një pushim. Nga pushim të detyruar. Të detyruar, por edhe nga larg. Jeta e zhurmshme jona ku ne jemi vazhdimisht të detyruar në shpejtësi, marramendse të përpunojmë informacione të jashtëzakonshme gjatë ditës.
Kështu që nuk kemi kohë të lexojmë, por vetëm të skanojmë. Po, edhe nëse jemi duke lexuar, ora inteligjente ty të shkëput her pas here me notifications që të vinë çdo sekondë dhe e gjithë kjo pa diskutim që dëmton përqendrimin e çdo kujt. Le të fëmijëve pastaj të gjitha studimet mbi neuroplasticitetin, pra mbi zhvillimin e trurit edhe smundjet e trurit, domethënë të kohëve të fundit e pohojnë që ajo që e mban gjallë trurin sa më gjatë është leximi. Jo leximin celular, sepse leximi, pra ti je ulur duke hapur një faqe libri dhe je përqendruar vetëm në rreshta dhe vetëm në krijimin e një bote tënde mendore. Dhe personalisht jam kundër librave online, me Kindle-ave apo e-bookve. Jam personalisht kundër sepse aty përqendrohesh në çdo moment, pavarësisht se tani marketingu bën të tjerë. Për punë mund ta lexosh aty, por kur ti do të lexosh për të zhvilluar vetë si njeri dhe zhvillimi ndodhet 80 vjeç. Domethënë ti duhet lexosh libër. Domethënë është me studim ky. Pra libri fiton mbi internetin. Urojmë. Dhe do të dëshiroja që çdo kush prej nesh të krijonte atë burgun e tij në shtëpi për t'i kushtuar pak kohë leximit dhe për ta mbyllur ndalimin e detyruar, po, për ta mbyllur 30 minuta në ditë lexim të reduktonin stresin me 60% në bazë të disa, më pëlqejnë këto studimet kështu. Kështu që do ishte fantastike dhe për më tepër qoftë edhe 10, por qoftë edhe 10 minuta, por dhe leximi edukohet. Domethënë nëna, babai duhet ta lexojnë. Domethënë jo më kot quhet amtarë, Nëse në një shtëpi një fëmijë 3 vjeç shikon babain dhe nënën që ka një libër përpara në dorë, unë them se ajo është gjëja që do t'i intrigojë ata më shumë. Por ata u tërhiqen nga celulari se shikojnë nënën dhe babain që përhumbet. Patjetër. Dhe këtë e themi absolutisht me prova. Po. Dhe profesorish Teuta të falenderoj shumë edhe do të kemi mundësi të jemi sërish në studio bashkë. Me kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi. Ne do të bëjmë një shkputje tani dhe do të rikthehemi sërish në studio.